Përshëndetje të nderuar ndjekës. Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë ditë do ta nisim duke komentuar një ngjarje që në fakt bëri një lloj revolucioni mediatik dhe ndoshta për herë të parë Xheneta Fetau ka falenderuar dikë personalisht. E ftuar në intervistë në emisionin Se luan topi. Një emision që në fakt ka një yll të veçantë brenda saj ku personazhet të cilët janë pjesë e këtij emisioni, janë pjesë e këtij spektakli, le ta quajmë një spektakël në vete, sepse ka ndjesi, ka emocion, ka dashuri. Personazhet të cilët janë pjesë e kësaj gjëje kanë treguar gjithçka nga vetja e tyre. Kanë treguar çdo histori, kanë treguar çdo pendes që kanë patur në jetë, çdo gabim që kanë bërë, çdo ndjesi që ndoshta nuk e kanë shprehur hapur azi më herët dhe pikërisht është kjo Xheneta Fetau e cila ka treguar gjithçka që ka të bën me jetën dhe me prapaskenën apo atë backstage-in e saj. Nuk e ka pritur edhe vetë Xheneta siç duket që intervista të merr kaq shumë popularitet, që intervista të komentohet kaq shumë dhe njëkohësisht qëndrimi i Xheneta Fetaut, siç e thash në një video më herët, të mbështetet pafund, të mbështetet me dashuri, të mbështetet me lot, njëjtë si Xheneta dhe të mbështetet me sinqeritet. Kishte nga ata skeptikët të cilët e quajtën këtë intervistë një intervistë të klikimesh, e quajtën një intervistë të përfitimi, por mua nuk mu duk ashtu. Do me thënë, temat të cilat u folën nga fillimi deri në fund, rodhen aq ëmbël sa që e bën Xhenetën që të jetë e hapur, të jetë e vërtet edhe të jetë e sinqert në të gjitha atë rrugtimin e bukur të saj dhe në të gjitha sfidat që në fakt i falën ky rrugtim. Xheneta Fetau foli për gjithçka. Foli nga fillimi në shtëpinë e Big Brotherit deri në ndjesinë që nuk dëshironte në një farë mënyre ta quan dashuri në emocionin që Xheneta e ndërtoi me gjestin, me njeriu që e donte më së shumti dhe me njeriu që e kishte në zemër. Fjala e cila bëri bujën e madhe ishte momenti kur Xheneta Fetau me zemër të lirë dhe me zemër të hapur, unë jam gjithmonë pro njerëzive të cilët mbyllin kapitujt e tyre në jetë me mirëkuptim dhe në fund të ditës e mbyllin me respekt, me dashuri, me ngrohtësi shpirtërore dhe pikërisht Xheneta Fetau këtë gjë bëri me dashurinë më të madhe, me sinqeritetin më të madh, e mbylli kapitullin e gjithçkaje dhe do të niste një kapitull të ri në jetën e saj. Një kapitull që Xhenetës në fakt i dha një mundësi që të tregon vlerat e saj, që të tregon njeriun e saj dhe që të tregon vajzën të cilën ajo është. Xheneta Fetau publikisht ditën e djeshme ka bërë një postim duke falenderuar të gjithë shqiptarët, duke falenderuar të gjithë ato njerëz të cilët pa kushte, pa hezituar në asnjë mënyrë i dhanë mbështetjen, i dhanë dashurin, i dhanë pozitivitetin dhe energjinë e bukur. Do me thënë pa hezituar fare. E mbështetën në këtë intervistë të ndjerë edhe të sinqert. Unë mendoj që para se ne të arrim të jemi personazhe publik, para se ne të arrim të kemi shumë klikime, para se ne të arrim të kemi shumë followersa në rrjetet sociale Instagram, me që ka njerëz që janë të lidhur shumë me këtë pjesën, duhet një herë të jemi njerëz. Duhet një herë të jemi shpirt më dhënë dhe pikërisht Xheneta tregoi zemrën e saj dhe tregoi atë që nuk dëshironte apo nuk e ka bërë deri më sot publike, por në një farë mënyre ne e besojmë këtë fjalën që egoja e njeriu është ajo dashuria në një thelb që le ta themi të rrëzon në tokë dhe pikërisht Xheneta me karakterin e saj, me egon e saj, ajo ra në tokë për t'i thënë vetes që unë
jam aty pranë njeriu që unë e kam dashur, e kam simpatizuar, e kam pëlqyer, le të mos ta quajmë një dashuri, domethënë Romeo Julieta, le ta quajmë një simpati. Për njeriu që unë e kam simpatizuar, jam aty vetëm e vetëm për të treguar që unë do të mbështes gjatë gjithë jetës dhe ky nuk ishte në fakt një mesazh vetëm për gjestin, po ky ishte një mesazh për të gjithë ato njerëz që kalojnë vështirësi shpirtërore, psikologjike dhe ditë të rënda, në fakt siç po kalon gjesti, për të kuptuar që kanë nevojë për dashurinë e njerëzve. Dhe Xheneta, siç duket, ka bërë një lëvizje të madhe në karrierën e saj dhe për këtë gjë është shumë falenderuese dhe më pas ka vazhduar që të nxjerrën fotografi në Instagram, po të kyçeni në storyt e Xhenetës se kuptoni. Ka filluar të nxjerrën fotografi dhe të tregon se sa e lumtur është, sa mirënjohëse është për gjithë këtë dashuri të madhe dhe të pakusht që publiku shqiptar i ka dhënë Xhenetës, normalisht edhe e ka mbështetur në ndjesinë e saj të sinqertë. Çfarë i ndihmoi intervista nëse luan topi Xhenetës? I ndihmoi që të nxjerrë një karakter që ndoshta Xheneta për të qenë për të sfiduar të tjerët, të cilët sipas saj gjithmonë e dëmtonin, dëshironte që të tregon se unë jam këtu dhe unë jam e fortë dhe unë mundem që t'ja dale vetme. Mundem t'ja dale vetme, e fuqishme, me të tërë forcën time dhe pikërisht domethënë ishte kjo që unë e pash në raportin e Xhenetës me veten e saj gjatë gjithë kohës në trotuare në gjithçka. Por intervista me Eriolën, lotët e, domethënë me nëse luan topin falni, lotët e Xhenetës ishin lotë që buronin nga shpirti për atë dhimbje dhe tregojnë një anë të sajën pozitive që Xheneta Fetau nuk e ka treguar kur më parë dhe kjo është arsye përse fansat janë elektrizuar edhe kanë mbështetur pafund të preferuarën e tyre që në këtë rast realisht është Xheneta Fetau. Ne do të takojmë sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj për këtë reflektim apo për këtë ndryshim në fakt që Xheneta solli në tregun ros.